يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. Allahu I ka ngritur gradat të larta ata të cilët kanë besuar për jush dhe veçanërisht njerëzit e dijes. Ibn Abbas kur shpjegon këtë ajet të Kuranit, thot distanca midis gradave të njerëzve të dijes dhe besimtarëve të tjerë është 100 vite. Allahu I lartësuar e ka veçuar këtë ummet me dituri. Zoti I gjithësisë ajetet e para që shpallën në Kur'an janë Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Lexo me emrin e Zotit tënd I cili krijoi. Zoti I gjithësisë madje në një ajet tjetër nuk pranon që të ketë krahasim midis atyre të cilët kanë dije dhe ata të cilët nuk kanë. Thot Zoti I gjithësisë në Kur'an, Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun. Thuaj, a barazohen thot ata të cilët dinë me ata të cilët nuk dinë? Allahu subhanahu wa ta'ala profetët e tij I veçoi në dituri. Zoti I gjithësisë përmend për Jusufin alayhis salam. Kur ai arriti moshën, Allahu subhanahu wa ta'ala I mundsoi atij gjykonte dhe e pajisi me dituri. Përmend për profetin tjetër, për Davudin dhe Sulejmanin. Thot dhe u dha atyre dituri. Wa atayna Davuda wa Sulejmana ilma. Po ashtu për profetin ton sallallahu alaihi wasallam, Allahu I lartësuar përmend në Kur'an thot wa 'allamaka ma lam takun ta'lam. Dhe të mësoj ty atë gjë që ti nuk e dije. Gjëja e vetme që Zoti I gjithësisë I kërkon profetit ton sallallahu alaihi wasallam që të kërkojë dhe shtohet është dituria. Ku thot Allahu I lartësuar në Kur'an, wa qul rabbi zidni ilma. Dhe thuaj o Zot, më shto dituri. Njëherë vjen një sahab udhton nga Medinja në Sham, tek Abu Darda, shoku I profetit alayhis salam. Dhe thot kam ardhur me të pyet për një hadith profetit alayhis salam. Thot nuk keni një tregti në diçka tjetër? Thot ja kam ardhur vetëm për të pyet për një hadith. Thot atëherë e kam dëgjuar profetin sallallahu alaihi wasallam të thot men seleka tariqan yaltamisu fihi ilma. Thot kush ndjek një rrugë për të kërkuar dituri, Allahu I lartësuar për shkak të kësaj rruge që ka ndjek, ja lehtëson atij rrugën për xhenet. Dhe thot, më pas vazhdon hadithi, thot, melekët I shtrin krahët e tyre për kërkuesin e diturisë. Dhe për kërkuesin e diturisë kërkon falje gjithçka çfarë është në qiell dhe në tokë, madje edhe peshqit në jetë. Era e të ditur ndaj krijesave të tjera është si vlera e hënës kur është e plot mesin e planeteve të tjera. Dietarët, thot profeti alayhis salam, janë trashëgimtarët e pejgamberëve. Pejgamberët thot nuk kanë lënë trashëgimni pasuri. E kush thot ka diturim, pra mëson diturim, e praktikon atë, për cilat të tjerë pasi shtutohet për fjalën e profetit alayhis salam, ai si thonë ka marrë hise e plot. Kimi I diturisë është shenjë që Allahu I lartësuar ja do të mirën robit. Men yuridillahu bihi khayran yufaqihu fi din. Kujt Allahu ja do të mirën, ja mundëson atij me mësu fe. Po ashtu dituria është ajo punë që I vazhdon njeriu edhe pas I ndron jetë. Edhe pas I ndron jetë njeriu, pra profeti alayhis salam e përmend në hadith, u thotë dituri e cila trajton dobi tjerë. Ibn Omer e thotë ndenja në një me përsu e zotësis. Po shafrë vite. Ndërsa
çka e di, po ulesh në mësim ligjërat, e përsëri ato, kjo thot është dhikr, tesbih. Përpjekja që bën, dikush mund të thënë ndoshta punë, të angazhime, thot po ulem ta nxjoj mësim, ta nxjoj ligjërat. Kjo thot është xhihad, sakrificë për Allahun e Rasul. Përcjellja e saj të tjerët është afrim tek Allahu i Lartësuar. Me janë mësuar diçka, për shembull, ti në gjallë për ligjërat diçka, ose në gjallë hyrë veçë, ose një mësim tjetër. Dhe ja përcjell dikujt tjetër, për shembull, kjo është sadaka. Dituria patjetër ka rëndësi tepër të madhe për ne. Dituria për shpirtin, për njeriu, është si ushqimi dhe pija për trupin. Dhe kërkimi i dijes fetare është diçka që i hidhron më shumë të iblisin, shejtanit. Madje transmetohet për Ibn Abbasit, se e pyetën thotë shejtanit, pra tjerë, djalë të tjerë pyetën iblisin. I thanë, pse gëzohesh, pra kaq shumë kur vdes një dietar, dhe nuk shohim që gëzohesh kaq shumë kur vdes një besimtar, pra tha po. I merr dhe shkon merr një kokër vezë dhe drejtohet tek një adhurues i madh, pra njihet për adhurim të shumt me vite të tëra. Edhe i bën një pyetje, thotë, a ka fuqi Zoti me fut pra gjithë universin brenda kësaj kokëre të vezës? Ai thotë ja. Thotë ja. Gjithë ajo adhurim, gjithë ato vite, thotë, i shkon do një pyetje. Dole për te. Ndërsa shkon më pas tek një dietar. Ishte në mësim në nxënës, nuk e di se du. I thot, a ka mundësi Zoti që ta fus gjithë universin thot në këtë kokrën e vezës? Thot, po patjetër. Thjesht i thot, bëhu dhe ajo bëhet. Thot, ky lloj mi ka prish thot iblisi shumë njerëz. Pse se i ka mësuar atyre me njoh Zotin, me njoh fuqinë e Allahut të Lartësuar. Prandaj edhe Zoti kur vjen në Kur'an, për shembull flet për njësimin e tij. Shahida Allahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilm. Ka dëshmuar Allahu se nuk ka të adhuruar me të drejtë përveç tij. Ka dëshmuar me lajket, pas tyre ka vendos njerëzit e diturisë. Ndërsa në një tjetër që thot fa'lam annahu la ilaha illa huwa. Dije se nuk ka të adhuruar me të drejtë përveç Allahut. Imam Buhari kur e përmend te libri i tij, thot kapitulli dituria para punës. Me di, dituria është e nevojshme për namazin, është e nevojshme për abdestin. Ne kemi atë ngjarjen që transmeton Xhabiri, atyre sahabëve që dolën, pra një grup sahabësh, dhe një djalosh dagose në kokë. Më pas pyet, ishte bërë gjunuk, pyet thot, çfarë zgjidhje ka? Jo, thanë duhet më ula. Ula u infektu ndra jetë. Kur shkuni të regu profetit sallallahu alaihi wasallam, e vranta e vrafë Allah. Ilaçi i ignorancës është me pyet. I mjafton të ati të merret e mu. Normal, besimtarën po themi që çdo njeri prej nesh të bëhet ajo e mira është mësosh sa më shumë fenë e Zotit gjithësisë, por të paktën gjërat kryesore të fesë me mundu çdo njeri her pas here me mësu, dhe shembull për këtë kemi profetin e Zotit Musa alayhis salam, i cili ishte ligjërues, pra ligjëronte madje ligjërat e Israilitëve, dhe dikush e pyet, i thot, a ka ndonjë njeri më të ditur, pra kush është njeriu më i ditur sipërfaqen e vet? Musa alayhis salam, vlera e tij, pra pozita e tij që kishte tek Zoti i gjithësisë, thanë. Por Allah subhanahu wa taala tregoi se ishte dikush tjetër më i ditur. Çfarë bëri Musa alayhis salam? E la gjithë punë që po bënte, gjithë pra mision që kishte, u shkput dhe shkoi me kërku diturinë. Alus Allah në lartësuar që të na bëjë prej atyre që kushtojnë rëndësi dijes, me cilën pra ne synojmë që të afrohemi tek Allahu i lartësuar, Allahu është shpërblet më të mirë. Allahu është shpërblet poshtë. Allah shpërblet edhe ti.
si vlerë një nga dhe dhe jemi kushtent që sot në fakt mezhliset e dijes nuk po frekuentohen ashtu siç duhet, sepse na ka gjeti bela e madhe këto rrjetet sociale, këto reelsat, njerëzit nuk kanë durim për që të ulen dhe të dëgjojnë, edhe të lexojnë, edhe të mësojnë, por i duan gjëra të shkurtra, gjëra shumë thjeshta, për një afat të caktuar, në fakt kjo ndoshta mund të japë një ndjesi ndopje, po kjo nuk është zgjidhje, kjo nuk është edukim për njeriu. Është si çështja e fast foodit për trupin. Ato konsumojnë gjithmonë fast food, s'mon. Ta prishën vetë. Edhe kështu po përpiqesh ta ushqesh vetëm me rrjenca, nuk përfiton nga bereqeti i mezhlisit të dijes, siç na ka thënë profeti sallallahu alaihi wasallam. Do të jemi të vetëdijshëm se Zoti i Gjithësisë na ka bërë detyrim dije. Thot profeti alayhi salatu wassalam që talabul ilmi faridatun ala kulli muslim, që të kërkosh dije është farz për çdo besimtar. Rregulli i nxjerrë, fikimi i nxjerrë nga ky hadith është se çdo besimtar e ka detyrim për veten e vet, pikëparë që të di çështjet e besimit ashtu siç duhet, ta di leximin e Kuranit ashtu siç duhet, ta di halalën dhe haramun ashtu siç duhet, pak në nivelin e gjërave bazike, se këto janë shumë të rëndësishme. Unë nuk do të ndaloj shumë tek çështja e vlerës së dijes që e rastoj këto, por desha të ndaloj pak tek çështja pse mësojmë dijen. Cili është mjeti jonë për mësuar dijen? A mësojmë ato gjëra që kemi qef, apo do të mësojmë ato gjëra të cilat kemi nevojë për ta? Dhe e nisur për këtu, pikëparë, një e dy pse mësohet dija, çfarë është? Të fitosh mirësinë e Zotit. Qofse një dije nuk mësohet për fituar mirësinë e Zotit, mësohet për gjëra kalimtare, në të vërtetë që nuk ka vlerën siç kërkohet. Dija dashur vëllezër është më e mirë se pasuria e dunjas, unë mbaj mend, është një shprehje e Zoti Mulk, ka qenë një nga vezirët e Selçukëve dhe thotë që dija me drejtë është më e vlefshme se pasuria, se mall. Dhe bën një krahasim shumë thjesht. Thotë pasurinë duhet ta ruash, ndërsa dija të ruan ty. Pra dija të ruan ty, të tregon të mirën, të tregon të keqen. Para se të flasim për mësimin e dijes, mendoj se të flasim për ebdetin pikëparë. Ka thënë Abdullah ibn Mubarak, është nga mëtarë. Thotë kam mësuar 30 vjet për ebdetin, pastaj 20 vjet tjera kam mësuar për dijen. Pra kam mësuar si të sillen, kam mësuar si të jemi devotshëm, kam mësuar si të jemi sinqert, kam mësuar si ta përdorat dije për mirë. Dhe pastaj në futur që të mësoj dijen. Dhe në këtë aspekt, nëse nuk mëson ato rrugës siç duhet, nëse nuk ulesh tek gjunjë të mësuesit, ajo dija nuk do të bëjë dobi. Ndoshta do të bëjë të pëlqejë vetë. Ndoshta do të bëjë që ti ta përdoresh atë jo për qëllimet për cilat ta ka dhënë Zoti i Gjithësisë, në vend që të fitosh lumturinë e përjetshme, e humbet mëshirën e Zotit. Kjo është një hadith që në të vërtetë është shumë i frikshëm. Thotë kush mëson dije, e cila është për fituar kënaqësinë e Zotit, por nuk e mëson me këtë njerëz, e mëson për të përfituar diçka nga dynjaja, thotë nuk do ta ndjejë aromen e xhenetit. Son tjetër lexon Kur'an shumë bukur, me ato mashtron njerëzit dhe përdor Islamin për qëllime të tjera.
flet më në bazë shumë bukur, për e përdorur edhe për qëllime të tjera. Prandaj qëllimi kryesor i mësimit të dijes duhet të jetë fitimi i kënaqësisë së Zotit. Kur ti e ke këtë qëllim, atëherë Allahu xhallahu dhe ta beson rrugën e dijes, dhe atë ta bën të dobishme dhe të ndryshon jetën tënde me anë të dijes dhe ta mëson që të ndryshosh edhe jetën e tjerëve. Është një hadith shumë interesant i profetit sallallahu alaihi wasallam, ku i kërkon mbrojtje Allahu xhallahu, thotë: Allahumma inni a'udhu bika min qalbin la yakhsha, wa min du'ain la yusma, wa min nafsin la tashba, wa min ilmin la yanfa. O Zoti im, kërkoj mbrojtje e ty nga zemra që nuk friksohet për teje. 1. Nga duaja që nuk dëgjohet. 2. Nga nefsi i cili nuk ngopet. 3. Dhe nga dija e cila nuk jep dobi. 4. Po ta shikosh në fakt të gjitha këto janë të lidhur me dijen. Qoftë një njeri merr dijen ashtu siç duhet, normalisht do të jetë më i devotshëm, do të jetë më i përulur ndaj Allahut xhallahu. Normalisht edhe dua do ta bëjmë më ndryshe, do t'i kënaqohet nga Zoti i gjithësisë. Normalisht edhe kësira dhe nimeteve të dunjas do të afrohet ndryshe nga njerëzit e tjerë, nuk do të jetë i pangopur. Por pse ndodh kjo? Sepse dijen të cilën ne e kemi mësuar, se kemi mësuar për Zotin, se kemi mësuar për qëllimin që kërkohet. Ndoshta e kemi mësuar për të kërkuar gjëra të tjera nga dunja. Cila është dija e dobishme? Dija e dobishme është ajo që të ndryshon jetën, që të bën më të devotshëm, që të bën më të thjeshtë, që të bën më kontribues për njerëzit. Kjo është dija e vërtetë. Dhe në saj të kësaj e arritën ato grabët sahabe që i kanë arritur. Tregohet në sahabe që mësonin 10 jetën, i kuptonin mirë ato 10 jetën, pastaj i praktikonin në jetën e tyre dhe pastaj fillonin mësonin 10 jetët e tjera. Pra e ndryshonin jetën, e ndryshonin besimin, e ndryshonin botë kuptimin e tyre me anë të dijes. Pra nuk i lexonin thjesht për t'i lexuar, por i lexonin për të marrë mësime për t'i praktikuar në jetën e tyre. Kjo është dija e dobishme. E dyta dija e dobishme çfarë është? Është ajo dija e cila përdoret për të mirën e njerëzimit. Ata persona për shembull që nështrojnë popull, ata persona të cilët i shfrytëzojnë ata në mënyrë më të keqe, nuk janë njerëz ignorantë, janë njerëz ditur, por dijen nuk e përdorin për gjëra të mira. Dijen nuk e përdorin për qëllime të mira. Dhe këtu në fakt futet besimi. Se besimi mëson që edhe dijen e dunjas, për të cilën muslimanët nuk i kanë qëndruar larg nga asaj. Dijen e dunjas ta mëson që ta përdorish për të mirën e njerëzimit. Ta përdorish për të ndërtuar atë në shëndë, jo për të shfrytëzuar atë. Dhe po të shikojmë ajetet kuranore dashur vëllezër, flitet për dijen fetare, flitet edhe për dijen tjetër që ka të bëjë lidhje me shkencën. Sa ajete kuranore na flasin edhe të krijimit. E fala yanzuruna ila al-ibli kayfa khuliqat wa ila as-samai kayfa rufi'at wa ila al-jibali kayfa nusibat wa ila al-ardi kayfa sutihat. A nuk e shikojnë si është krijuar pra deveja, nuk e shikojnë si është ngritur qielli, si është truar toka, si janë bërë malet të qëndrueshme, të gjitha këto ajete dhe të ngjashme e thrasin njën që të meditojë. Rreth saj dhe dijes së krijimit, rreth dijes që kanë bënë me gjërat e kësaj bote. Prandaj muslimanët e parë çfarë bën? Zhvilluan dijen fetare, zhvilluan dhe dijen shkencore. U morën në Kur'anin që është libri i Zotit gjithësisë, u morën në çështja e librave dhe e mësimeve fetare në shkollë. Dhe i thanë flitet për Zotin, sepse mësuesit tanë nuk na flasin për Zotin në shkollë. Edhe i thanë mësoni matematikë, mësoni kimi, mësoni fizikë, gjeografi. Po, në fakt në vetvete matematika, fizika, kimia, gjithë ato të tregojnë që ka një sistem të mrekullueshëm. Përdesa ka një sistem të mrekullueshëm, ka një sundues fuqiplot, së ndryshe do të kishte rëmuj. Pra kur shikon me këto sy, edhe dijet, shkencët e tjerë të mësojnë për Zotin, janë të dobishme. Dhe besimtarët e parë kështu e kanë besuar, dijen fetare dhe dijen shkencore. Dhe i kanë besuar të dyja, prandaj kanë ndërtuar qytetërinë.
po t'i gërmosh të gjithë shkëllimet shkencore në origjinin e tyre të gjithë shkencëtarë muslimanë. Sepse ata edhe këtë lloj dije e kanë parë si pjesë të adhurimit. Prandaj ne edhe sot do të edukojmë breza të cilat janë pajisur me dije fetare, breza të cilat janë pajisur me dije shkencore, breza të cilat dinë t'i bashkojnë këta dhe dinë t'i përballojnë sfidat që presin shoqërinë tonë, të prodhojnë një shenjë për vete, të prodhojnë një shenjë për familjen, të prodhojnë një shenjë për të gjithë shoqërinë. Dhe ky është botëkuptimi jonë pra islam në aspektin e dijes. Të dashur vëllezër, të kërkosh dijen me vete është gjë që kërkon mundë dhe sakrificë. Pra ne duam që të rezervojmë jonë mos ta prishet. Punën tonë ta vazhdojmë, rastësitë të njësë të vazhdojmë. Po dhe dijen vjen në marrë kështu, në ngarkoj hoxha në ose bëjmë një flenë si programë tjera dhe tjetë gati, dhe të zimë gjithë gjanët me lecë, nuk është kështu. Pra, qofse ne përpiqemi, kërkojmë, mundohemi, atëherë Zoti i gjithësisë edhe na leson punën e dijes dhe ne bëjmë që ato dije ta shijojmë ashtu siç duhet dhe ne bën të dobishme. Prandaj është e rëndësishme që të rrim mbrapa njerëzve të dijes. Unë çuditem shpesh, po te xhamia kur Kur'ani falas. Mësoj të trajë. Tiemo, mos i me lexoj Kur'an, nuk i ndam hoxhës. O mos namazet bashkëme 5 minuta, mos namazet të siç 5 minuta. Pra, do ta gjeni në mënyrë patjetër që ta detyrojë atë të mësojë Kur'anin. Që ta detyrojë atë të mësojë rregullat e tajvidit, që ta kenë të saktë faljen e namazit. Lutën në xhallar, hajde të kemi kurs Kur'ani, sill në fëmijët, hajde në vetë, me zonë. Ose ndoshta do të më lejë. Si kur janë falës, me ndër njështë të është falës dhe nuk ka në e të madhe. Mësimi. Pra hoxha përgatitet. Për me përgatitit një temë fetare, duhet pagën dorije 2 orë 3 orë. Të kërkoje, pastaj të studioje, pastaj të nxjerrë pika të rëndësishme që përshtaten me xhamatin, pastaj të ta trajtojë, të përkaj lloj mundi. Edhe këtë lloj mundi duhet me dhënë hakun. Pa nëse hoxha ka lënë mësim në ditë ta dish si ditë e veçantë. Ditë feste, ditë bajrami, ditë kur ti do të ngrohë shpirtin. Se ne bëjmë gabim shumë të madh. Shpesh herë kërkojmë mësim vetëm për fëmijët materiale, por njëri nuk përbohet me trupin. Që të hajë shimë prej gjumë dhe të knaqët, o të edhik sërë, përbohet me trupin dhe me shpirtin. Ashtu si shkërkon ushqim trupi, kërkon ushqim dhe shpirtin. Cila është ushqim i shpirtin? Adhurimi. Edhe dija. Pra ne përpiqemi të jemi prezent. Në këtë mënyrë stimulon dhe hoxhat. Se është tjetër kur flet përpara 2 personave, është tjetër kur flet përpara 20-30 personave. Okej, hoxha ndoshta nuk e ka këtë prishmëri, se kur e bëjmë për i Zotit. Pas nesër, secili do të kërkohet se to është llogari për dijen e tij. Çfarë bëre me të? Se 3 personat e parë që do të hidhen në zjarrin e xhenemit, besoj ligjit mos e zgjasën. Është dëshmori që është vrarë që ta lafërin tjerët, është pasaniku që ka dhënë në pasuri e tij, po që ta lafërin tjetër ose është i pasur, është dhe dietari i cili pra s'ka përmon për e Zotit me adin, për e kontrapik lavdrimin e njerëzve. Pra, hoxha e ka përqenim me sinë e Zotit, po përqenim edhe njerëzit, aty normalisht është përmon një lloj atmosfere tjetër, edhe çështja me një lloj serioziteti tjetër. Prandaj, unë do e këshilloja shumë që të merr një pjesë të mësimit e orë. Edhe pas pa mësimin e orë, ta gap një hoxhë, të detyron në hoxhë një ditë e të mësim Kur'anin. Një ditë tjetër për patë mundësi e të mësim siri e kështu të zhvillohet dijet në të xhami. Dhe fundi që do të thojë është kjo. Kur flitet për aspektet fetare, shpesh herë ne na pëlqen që të përgjigjemi. Na pëlqen që të përgjigjemi. Dhe kemi zërë për dhënë përgjigje dhe çështjeve fetare. Në fakt, ne shqiptarët ka shumë një specialistë të gjitha, dhe nga sportet, dhe nga politika, dhe nga marrëdhëniet ndërkombëtare, dhe çështjen e fesë të tjera. Por ama kur flitet për çështjen e fesë, tash vëllezër do të mendojmë 2 herë 3 herë.
Shumë interesante, kanë shkuar sahabe të ndryshme dhe i kanë bërë profetit njëjtën pyetje, kanë marrë përgjigje të ndryshme. E dini pse? Se profeti sallallahu alaihi wasallam e ka ditë shumë mirë gjendjen e atij njeriu. E ka ditë shumë mirë nevojën e atij. Dhe prandaj në bazë të gjendjes se e ka pas, në bazë të nevojës se e ka pas, e ka dhënë përgjigje. Dhe kjo është puna e ekspertit. Siç ka ekspert në aspektin e mjekësisë, ka ekspert në aspektin e fesë. Prandaj çështjet të cilat janë të koklavitura, çështjet të cilat janë të rënda, unë çuditem ke xhamali vallahi, shikoj çështjet që hoxhallarët e dietarët kanë hezituar të debatojnë, flasin si më qenë të amër kështu kokoshka. Pasi ki problemi, vallahi do të më pas frikë Zotin në lidhje me këtë punë. Do të më pas frikë Zotin në lidhje ku flitet për çështje fetare, ka pas në dietar ndër, ka bëu 40 sa pyetje, ja përgjigj 45 pyetje, të tjera thonë se di. S'ka ne turp më thonë se di. Dhe pyetje dikush valla, kjo pyetje është pyetje ku klavitur, nuk e di sikur shko për hoxha. Edhe hoxha, nëse nuk e di njëri e kërkon, ose çon tek person që është më kompetent. Unë nuk jam kompetent në këtë fushë, dhe shko pyet filanin tjetër. Se hoxha nuk është i detyruar të di të gjithë meselet që mund të vinë si pyetje. Pra mos me folë në çështjet fetare, pa patur dija ashtu siç duhet dhe pa qenë ekspert i fushës. Dhe e fundit një aspekt vogël, edhe kur këshillojmë të tjerët me qenë të kujdesshëm. Qëllon është një besimtar, ka ngjesë një çështje, nuk ja pranon dot menja për momentin. Shikon që është tyn tjetër ka ajo, është tyn tjetër ka ajo, është tyn tjetër ka ajo, sa që mund ta çojë tek mohimja se mesela mund ta nxjerrë në feja. Pse valla po këtë? Leje që të sohet, leje të mendoje, mos e preke ke plagat që ka. Pastaj nëse ka i person që është më i ditur, që ti e di që është kon fjalë, me shkurtë ka i me drejtu, ta trajtojë meselen dhe çështjen ashtu siç duhet. Se ne në këshillimi çfarë kemi si qëllim? Të mundim individin, ta bëjmë atë të hesë dhe të pranojmë gabimin, apo ta përmirësojmë atë. Qëllimi i operacionit çfarë është? Thjesht hapet njërin apo shërohet plaga? Shërohet plaga, që shërohet plaga ka nevojë për kohë, ka nevojë për dije, ka nevojë për ekspertizë. Prandaj edhe në këtë aspekt do i lutesha shumë që tregoni të kujdesshëm. Vjen njëri në xhami i turrën gjithë. Boj këtë, boj atë, mos bëj kështu, mos bëj atë, duhet ashtu, edhe kënd. Ai është si foshë, i foshë që s'ka lindur. Ti do foshë se ka lindur tani, ti japim gjë, ti japim bukë, ti japim këtë, ti japim si edhe. Ka rëndësinë e vetë gjëra, ka rëndën e vetë gjëra. Prandaj gjëja më e mirë që mund të bëni është të mos merreni shumë me njëri tjetrin, të mos merreni shumë ato që në këtë botë kapën një përdorë ta çoni tek hoxha dhe ta takoni sa më shumë me atë, e të merrni pjesë tek mësimet, e me këtë lloj mënyre edhe të nxjerroni veten me lejen e Zotit, edhe të përfitoni nga dija dhe këtë dije të bëni të dobishme për jetën tuaj. Profeti sallallahu alaihi wasallam është lutur: O Zot, na mëso të gjërat të cilat janë të dobishme, në për të dobishme të gjërat të cilat i di, o Zot na shto dijen dhe na bën atë argument pro nesh dhe jo argument kundra nesh, dhe fundit të vëllezër që do të dijen që mësoni patjetër praktikojnë në jetën tuaj të përditshme. Sepse është një shprehje që unë harroj se o thot punoni ashtu siç besoni për ato gjëra që dini, ose ndryshe do të filloni të besoni ashtu siç jetoni. Prandaj mësoni diçka, përpiqu ta praktikosh në jetën tënde, pak nga pak, le të jetë e pakët, po të jetë e vazhdueshme dhe lut Zotin gjithësisë që të na bëjë njerëz të ditur, të na bëjë njerëz besimtarë të mirë, të na bëjë njerëz të devotshëm, të na bëjë njerëz të kujdesshëm, mbi gjithë të na bëjë njerëz të cilët i duam dhe i respektojmë, njerëzit e dijes dhe mëshlisjet e dijes. Amin.
sa gjëje kam. Allah i shpërblet është lartë ndërru, e shpërblet edhe ju e vezër për kohën dhe mundë dhe sakrificë. Mundë dhe sakrificë është Allah i shanë dhe shkërën në libër e rëbëtive. Tani, është bo si zakon të 3 ditë